Anësime të fortë që e vetme më rriti me dashuri, sakrificë dhe durim të pa epur. Zonja Vitia, çfarë do të thotë kjo? Atëherë, mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën, kënaqësi që jem këtu në Radio Dukagjini dhe musafire e juaja. Shumë kënaqësi me të pasur në studio. Ke bërë një libër psikologji klinike dhe qysh në faqen e parë thotë në anësime të fortë që e vetme më rriti me dashni, sakrificë dhe durim të paepër. Ky libër i dedikohet nanës? Jo, por kjo që jam unë është fal kujdesit dhe dashurisë që më dha nëna gjatë gjithë jetës sime. Na dritet zoni kur flasim për shumë, o zot, që e kemi këtë ndjenjë. Çka përmban libri? Pse duhet ta marrim këtë libër? Atëherë libri është i veçantë në tërësinë e vet, sa i përket përmbajtjes, strukturës brenda tij, dizajnit, është për herë të parë i botuar në gjuhën shqipe në fushën e psikologjisë klinike. Pastaj libri është i ndarë në 4 pjesë dhe gjithsej ka 24 kapituj. Të gjithë kapituj janë të shoqëruar me raste klinike. Thot kapitulli i parë ose pjesa e parë, çrregullimet e fëminisë, çrregullimet mosbindjes dhe kundërshtimit, çrregullimet e humorit është pjesa e dytë, e treta çrregullimet e ankthit dhe çrregullimet e kontrollit të impulsit, e të menduarit dhe të sjelljes jo normale. Këto janë pjesë që mirë. Po prandaj thash që libri është i ndarë në 4 pjesë dhe të gjitha këto çrregullime janë raste të cilat i kam trajtuar. Dhe kur më pyesin njerëzit se pse i ke zgjedhur këtë raste, këto raste parimisht ishin një lloj sfide për mua, sikur ndonjëherë mendoja se a jam personi i duhur apo arrit të ndihmoj këta njerëz apo jo. Prandaj këta njerëz kanë mbetur në mendjen dhe zemrën time. Çfarë duhet bëjë një person që ka çrregullime të humorit? Pastaj kjo mund të ndaj. E gjen veten në libër. Po, pikërisht. Prandaj sapo kur vendosa të shkruaj librin, të them shumë sinqert, libri nuk erdhi rastisht, unë kisha vite të tëra që kisha menduar që të shkruaj një libër, por libri ishte kogja punë, me të thonë të drejtën. Dhe kur po shkruaja librin kisha menduar audiencën, kisha menduar njerëzit të cilët mund ta gjejnë veten këtu. Njerëzve të cilët mund t'ju shërbej. Pastaj nga kopërtina libri duket sikur të jetë vetëm për profesionistë të shëndetit mendor, por jo, këtë libër, faktikisht ky libër mund t'i shërbej çdo qytetari i cili mund të ketë një shqetësim mbi shëndetin mendor. Pra, nëse ne vendosim ose hezitojmë me shku te psikologu, ky libër mund të jetë një terapi e mirë nëse e lexojmë, po? Shpesh herë thash më pyesin njerëzit se a mund të na trajtoj libri. Libri është si një udhërrëfyes dhe mund të shërbejë të gjithë ata që mund të kenë shqetësime mbi shëndetin mendor. Ka shumë teknika, pastaj është shumë autentik libri. Libri është, të gjitha rastet aty janë autentike, janë origjinale, vetëm është ruajtur konfidencialiteti. Pastaj ngjarja është si ka ardhur personi, si është trajtuar dhe si kemi mbyllur. Këto letra e persona që brenda janë real. Nuk janë shembuj. Pikërisht, letrat janë të shkruara në 2 faqe, nëse keni mundësi që t'i shihni. Janë të shkruara nga vetë pacienti, drejtuar psikologës, sepse edhe ne duhet të marrim një feedback prej atyre se si po ndihen ata gjatë trajtimit. Pastaj rastet janë konkrete që njerëzve mund t'ju shërbejnë, jo teori të përkthyera nga për shembull psikolog të huaj, të cilët kanë thënë se si trajtohet depresioni ose ankthi në Amerikë, por libri është me shqiptar folës. A kemi nevojë me lexu veç pjesën ku ne ndihemi keq apo duhet ta lexojmë gjithë librin? Si ta lexojmë? Si cillemi me këtë libër? Atëherë, libri është që në fillim është hyrja përmbajtja dhe njerëzit të cilët kanë interes të caktuar mund të ndajnë, sepse thash që libri është i ndarë në 24 kapituj që mund të interesohet. Nuk do të thotë që duhet ta lexosh patjetër të gjithë librin, sepse që në fillim janë kapituj të ndarë që tregojnë ku je. Po, fiks. Libri ku e blejmë librin? Libri është në gjitha librarit e Kosovës, por me një mundësi tjetër, me autograf të autorës mund të marrin në ordinancën tonë, e cila gjendet në rrugën C.
por libraria Dugazhini me thonë të drejtën ka shitur libra mas shumti. Për një me? Sigurisht, aty kur shkon librarin Dugazhini duket se aq shumë lexohet e ne, e që shpesh herë mund ta kemi si një simace, po ndoshta e gabuar, se jo të gjitha librarit punojnë atë shumë sa libraria Dugazhini. Po dua ta them një gjë tjetër që sa i përket në Kosovë, libraria Dugazhini shet më shumti. Por nëse marrim një krahasim Kosovë-Shqipëri, në Shqipëri shitet më shumë se sa në Kosovë. Diskutohet ajo, diskutohet. Do ta mbyllja këtë bisedë me mjafton të jemi gjallë, mundsohet të gjejmë shërim. Ishte shumë kënaqësi të pas në studio Shqipe Vitia, ju me ishte mi dashur e keni psikologji klinike, mund ta gjeni veten në secilin kapitull, me qenë se sa i takon shëndetit mendor, prek se cilin sektor, që themi ne, si atë social ose ankthin, depresionin, pas lindjes, depresionin, të gjitha. Kështu që mund ta gjejmë secili veten. Po në këtë libër secili njeri mund ta gjen veten, sepse jo çdo kush e pranon, por thellë të jemi të sinqert, secili prej neve mund të ndihet keq në një fazë të jetës së tij. Prandaj libri na shërben si një udhërrëfyes, si një manual që ne mund ta gjejmë veten, teknika, metoda, dhe se ta kuptojmë veten se a jemi të shkojmë te psikologu, te psikiatri apo ndonjë profesionist tjetër. Ne kemi pas një dëgjues të rregullt në radar. Bile shumë vite përpara, kur ne me studio kemi qenë poshtë 10 vite përpara, unë e takova diku në shesh, ishte prej personave ma të lexueshëm që unë kisha taku ndonjëherë. Lexonte pafund dhe çdo pag, çdo cent që fitonte nga paga, ai shpenzonte pafund libra, durata më mirë për të ishte libri. Ky djalë për një kohë të gjatë u zhduk nga radar, nuk telefononte, dhe unë nuk e kisha idenë çfarë ka ndodhur me këtë djalin. Kur ne vendosëm me bë projektin mes 4 muresh, që i takon, i dedikohet shëndetit mendor, u lajmërua ky dëgjues. Ai kishte kalu një prej vështirësive më të mëdha, ani pse kaq shumë i lexueshëm, edhe ai ishte prek nga një depresion e deri në tentim vetvrasje. Ky ka me qenë epizodi i së dielës në ora 20. I reu që kur ka hyrë në depresion e deri te momenti që deshi të jep të fund gjithçkaje, por që për fat dikush e shpëtoi, ishte afër tij në atë moment. Pse hyri në atë gjendje, kush e përkrahje, kush jo flet, si u gjenden afër persona të ndryshëm dhe kush ishin ata që u tërhiqën. Sjellja e tij, një nga djemt më të zgjuar në Kosovë, do të jetë këtë të diel në ora 20 kanalin ton YouTube të projekti mes 4 muresh, ndjekim promo. Smon me dyshimin se më shumë nuk jam i mirë mjaftueshëm. I duhet një goditje nga një situatë ose nga një dashtër një tij, për rreth që me nxjerr nga ajo rrugë gabume. Çka të ka kthy? Çka ka qenë që ajo që e ka bë kthesën e madhe? Por ti e kupton që po i zhgënjen ti kam nga ndjenja e fajit të tërhiqesh. Kush ke personi i parë që e vreti se me ty diçka nuk shkon? Datëlindja dhe vendlindja e depresionit tëm. Unë pata fillu me abuzu me antidepresants. Kush flet në atë moment? Unë nuk e di kush flet. E majnë me për qëmën nata, e cila pretendoje me qenë e fundit e imja me shok, ka qenë një akën e të. Mes 4 muresh, të dielën nga ora 20. Epizod që pa tjetër duhet me u pa, nuk e di apo na ndjek për momentin, por unë ty të përqafi shumë, e flet çka është ju drejt depresionit dhe është, arsyeja është madhore, që ndoshta duhet me u pa e zbulu çka është ju, që gjithçka lidhet rreth frymës familjes dhe pritshmërive të anëtarëve tanë të familjes. Edhe ne kemi nisë këtë projekt dedikuar shëndetit mendor, dhe që unë ko marrë pa fund mesazhe për rastin që kishim për dështimet e një çifti në IVF, por rrethi se si e trajton, shkaku ndoshta edhe i mentalitetit ton. Edhe libri yt është një
krah për ata që janë dhomave, sikur dëgjuesi jonë, që se dinim, ndoshta edhe ai do të mund ta lexonte këtë libër. Sot ky djalë do ta kuptoni vetë në çfarë situate fatbarësisht shumë të mirë, dhe punon në një prej kompanive më të mëdha në Kosovë. Dashurisht e kënaqësi që të pata. Faleminderit shumë, dhe librin kush ta lexoj mund ta kuptoj edhe personalitetin e autorës, nga se në libër ngërthen në vetvete përkushtimin për punën, dashurinë për profesionin, dhimbjen për njeriu, optimizmin për shërimin dhe shpresën për jetën. Faleminderit, ishte kënaqësi që isha këtu sot. Kënaqësi edhe për mua. Faleminderit shumë.